Unë muj me thonë që njop LDK-n në qatë proceseve prej themelimit e knej, po nuk jom njoni për atyne që shetita koridoreve të LDK-s. Ato e dim, edhe e di në të Po mirë se aty po akuzohen ata që shetisin e për koridoreve. Si do qoftë, ajo që e thot ish kryeministri Hoti, është një parashaj e një partijë demokratike. Në LDK guxohet me folë. Kurse në partit tjera, absolutisht shefin zguxon me kritiku bash as një birnane. Kurse në LDK kritikohen shefat. Por, LDK-a gabimin e bon që kritikët dyqysh i abortoni, qëtë shumë shpejt jashtë, se as ata nuk janë si individ po flasë që e durojnë shumë kritiken. Edhe njeriu kosovar përgjithsisht, mi lejë të në shoqënor, na i mësojmë fëmijët edhe vetë e bindum që nuk do të mujnë nështruhe kritikës, kërkim faljes edhe pranimit gabimit. Këtë gabojmë. Po madhështia e njerit, e individit fuqishëm, edhe shoqënisht të angazhum, është kur kërkon falje, është kur e pranon gabimin. Zoti Abdi Gjiku, për shembull, nuk e duron kritikën edhe pse vjen nga kjo prominjenca e trive në politikë. Muj me thonë relativisht.